Përshëndetje dhe mirëserdhët tek Dear Reborn, tek hapësira ku ndahen mençuri, njohuri dhe eksperienca të njerëzve të zakonshëm, por me synim të krijojnë një impakt të jashtëzakonshëm në botë me individualitetin dhe brilancën e tyre unike. Sot kemi të ftuar Ditëmbara Badnikaj. Kam patur kënaqësinë dhe privilegjin ta njoh Ditëmbarën jo më shumë se 8 muaj më parë, Dita. Po, 8 muaj. Sigurisht, dhe më ke lënë një përshtypje dhe në fakt ke qenë një inspirim edhe për mua, për kurajon, për vendosmërinë, për dedikimin, për kohën, për pasionin, për dëmshurin, për thjeshtësinë që ke shprehur, ke manifestuar gjatë gjithë eksperiencës që unë të kam njohur, eksperiencës së zhvillimit, eksperiencës së rritjes. Dhe është shumë kënaqësi që unë ta hap episodin e parë formal, sepse kemi bërë edhe më parë episode të Dear Reborn dhe ky është episodi ynë formal dhe Dita ti je mysafirja jonë e parë. Ishte lidhur gjithashtu dhe me faktin që Dita është manifestuese dhe manifestuesit janë grupi parë në sistemin e manualit njerëzor. Janë ata që iniciojnë, janë vizionerët, janë artistët, janë njerëzit që duan të lirinë në një mënyrë shumë unike, në një mënyrë paksa rebele, dhe kam kënaqësinë që njoh juve, që prezantoj sot Ditëmbarën. Ditëmbara, nëse mund të na dash për audiencën tonë, si je takuar me Rebornin, çfarë ke ndjerë, çfarë ka qenë udhëtimi yt, por jo vetëm në këto muaj. Ne jemi këtu dhe duam të dëgjojmë historinë, udhëtimin tënd. Jam e sigurt udhëtimi yt ka qenë, ka dhe shumë gjëra që unë nuk e di që do doja të dëgjoja sot, ka qenë udhëtim i cili të ka prur ty në këtë zhvillim, në këtë individualitet dhe forcë që ke arritur sot. Përshëndetje Diana, përshëndetje të gjithëve, dhe është kënaqësia ime që unë jam me ty dhe kënaqësia ime të ndaj eksperiencën me ty dhe me gjithë ata që na ndjekë. Eksperienca ime si është, unë do ta quaj edhe të veçantë, por është një eksperiencë që ka qenë me mua gjithmonë. Unë tani e shoh, unë tani e ndjej, unë tani e kuptoj. Dhe tani jam e hapur që të bëj diferencën e asaj çfarë unë isha dhe asaj çfarë unë duhet të jem, sepse unë jam. Dita, kush është Dita si person njerëzor? Dita është Dita është diplomuar në gazetari, mama e 2 vajzave dhe jetoj në Francë për momentin. Dhe Dita, çfarë ndodhi në jetën tënde? Sa kohë ke që je marr apo je përfshirë në zhvillimin tënd dhe në kuptimin e vetvetes tënde? Në zhvillimin tim apo në kërkimin e vetes time, tashmë është 1 vit, po bën 1 vit, dhe është muaj gusht kur unë jam takuar dhe me Reborn Albania, sepse kisha filluar pak muaj më përpara të bëja disa kërkime për një filozofi tjetër jeta, për të kuptuar nëse vërtet ekziston ajo gjëja e brendshme që unë e ndjeja brenda vetes time, sepse në botën realiste ku unë jetoja, nuk jo vetëm që nuk e gjeta dhe pse dash maksimumin tim, por u ballafaqova pastaj me sfidat të tjera që do t'i ndajmë gjatë rrugtimit tonë këtu së bashku. Po. Ditëmbara, çfarë ndodhi në atë kohë? Çfarë ishte, të themi, ka gjithmonë një shkak, ka gjithmonë një arsye që na bën ne të fillojmë të rimendojmë
për kush jemi dhe çfarë kërkojmë në jetë. Unë kam 5 vite që kam ardhur në Francë dhe le të themi që çdo gjë siç e kisha ndërtuar në Shqipëri, pas studimeve të mia, punën, familjen të gjitha, erdha me një dëshirë shumë të madhe për t'ja nisur, le të themi, nga e para, por me bagazhin tim që kisha mbartur dhe dhash maksimumin tim që këtu të mos lë hapësira për të mos ja dalë. Fillimisht, unë duhet të fokusohesha tek familja, sepse kuptohet janë vështirësitë sa të mësohemi, sa të socializohemi me një shtet të huaj ku paraqitemi, dhe më pas kalojmë kur ti fillon të normalizohesh në situatën tënde dhe fillon mendon për më tutje, aty filluan dhe pyetjet e mia. Tani ku duhet të shkoj? Dhe në këtë moment mua më shfaq sfida, siç e thash, filluan problemet në çift. Dhe më duhej ta pranoja me veten time se çfarë po ndodhte dhe përveç se ta pranoja të gjeja dhe një zgjidhje. Dhe në ato momente të gjata reflektimi do thosha, ne kuptuam që zgjidhja jonë më e mirë për të kaluar tek një vete plotësisht e pranuar ishte pikërisht që ne të divorcoheshim. Dhe kur unë kaloja në për këtë fazën që rimendoja divorci, që ishte shumë e vështirë unë me veten time njëherë ta pranoja si fjalë, jo pastaj si vendim. Dhe gjatë kësaj kohe kisha shumë pikë pyetje tek vetja ime. Mbi çdo rrugtim që kisha bërë, mbi çdo vendim që kisha marrë. Dhe këtu fillova të kërkoja më shumë, si që thash, filozofinë e vërtet. Dhe çfarë të dha ajo filozofi? Eksperienca e parë. Në lidhje me problemin që po kaloi Edita. Eksperienca e parë është që isha aq e lodhur pas shumë muajve, isha aq e lodhur sa që u dorëzova, edhe thash, Dita, vetëm merr pak qetësi për veten tënde. Jam gjendur në dhomën e vajzave dhe ashtu siç isha vetëm jam ulur, mbështetur në krevat, edhe kam mbyllur syt. Eksperienca e parë e imja ishte që unë shumë shpejt do të gjendesha vetëm me 2 vajzat e mia. Dhe këtë e besova vërtet, nuk e dija se si do realizohej, nuk e dija se si, madje thosha si është e mundur, a do jetë kjo e mundur, por e mbajta atë gjë, si një mesazh, që po bëj zgjedhjen e duhur, po marr vendimin e duhur, edhe pse nuk isha e qartë. Yes, pra po dëgjoj që në momente të forta reflektimi dhe në fakt ajo që ti përshkruajte është moment dorësimi, që është shumë i njohur the surrendering moment. Dhe në momentet vështira kur ne çdo gjë duket e mbyllur, çdo gjë duket jashtë çdo kapaciteti ton njerëzor, me ato që ne dimë dhe që njohim, kapaciteti është shumë i madh. Po me burimet që kemi në atë moment, duket komplet e pasgjithshme. Jeta bota dhe ne dorësohemi. Dhe në këto momente dorësimi, unë po dëgjoj që Ditës i erdhi një mesazh që ndoshta në atë moment ishte jo patjetër i kuptuar 100%, por ishte shkëndija e parë. Dhe a ishte ky momenti kur jemi takuar bashkë, Dita, apo jo? Ishte momenti që unë hyra në Reborn, që unë kisha filluar dhe i shikoja videot, i ndiqja materialet. Po. Dhe aty kur unë ju gjeta dhe lexova për eksperiencat e mëparshme që të tjerët kishin ndarë, le të themi që mora një vetë siguri më të madhe. Dhe unë ndjeva më rehat me veten time, nuk e kisha më atë kontradiktën e madhe brenda vetes që apo e marr vendimin e duhur apo jo, por
lëri gjërat të rrjedhin, merri pak më me qetësi. Pra filloj korniza e jetës të smedhohet. Sepse korniza që ne njohim ndonjëherë është bardhësi apo ka parametra të caktuara, ti bën këtë gjë në jetë dhe kjo të çon këtu dhe kjo nuk ka zgjidhje tjetër. Kjo është korniza që jemi mësuar të gjithë. Dua të them këtu. Më fal. Jo, patjetër. Dua të them këtu që është shumë e rëndësishme për të treguar që unë jam një njeri që kur e kam të vështirë një herë t'i lë gjërat më ikin dhe bëj të pamundurën që të funksionojnë dhe për mua ishte shumë e vështirë ta lija këtë të rrizte pa marrë ndonjë hap. Ajo është një nga mësimet më me vlerë, Tita, çfarë ndave ti tani, pikërisht për njerëzit, për ne përmenda dhe kornizat. Korniza është kontrolli. Në jetë kemi mësuar, dhe kjo është një temë shumë e gjatë që do flasim më vonë, këto janë ato pjesët tona të ndryshme, në qënë se na duhet të zgjidhim këtë gjë, dikur në jetë kemi marrë një vendim në një situatë të vështirë, traumatike, që unë në asnjë mënyrë nuk mund të dorëzohem, unë do bëhem kontrolluese dhe do bëj ç'është e mundur. Ç'është e mundur. Me forcën time, me mjetet, me lëvizje, me veprime, që unë t'i zgjidh gjërat, por jeta nuk funksionon gjithmonë ashtu. Është përdorimi i forcës. Dhe pra po dëgjojmë që në atë moment ajo dita kontrolluese, ajo dita që unë mund ta zgjidh çdo gjë me vullnetin tim, u dorësua. Janë shumë aspekte në jetë që ne nuk mund t'i zgjidhim gjithmonë me forcë apo me vullnetin tonë. Dhe dita nëse unë kujtoj fillimin e rrugëtimit, është pikërisht ajo që the, unë takova një ditë të lodhur. Përveç aspekteve dinamikave në sociale, në çift, ishte një ditë e lodhur fizikisht. Dhe vëmendja jone e parë ishte të sillnim vitalitetin tek dita. Një manifestuese e cila duke përdorur atë forcën, me qenë se manifestuesit e kanë gjithmonë vullnetin, dhe drive, atë motorin e inicimit, kujtojnë në jetë që gjithmonë duhet të bëjnë gjërat dhe të vazhdojnë go. Edhe kjo krijon një lodhje fizike në qendra e vitalitetit, qendra sakrale, e shoqëruar me traumat, emocionet, me eksperiencat e pakënaqura, të paplotësuara në çift, të gjitha bëhen një burim lodhje fizike. Dhe për mua dita dhe doja të ndash pak eksperiencën tënde në lidhje me, ne kemi ndarë edhe në Reborn, në lidhje me vallësimin e lirë. Një nga detyrat e para të shtëpisë që ditës ju dha në eksperiencën e Rebornit, ishte vallësimi i lirë si një formë terapie. Si një formë terapie për të jo vetëm që të dorëzohemi, të krijojmë fluiditet në trup dhe të dalim nga kornizat fikse, por dhe për të krijuar fluiditet në energjinë tënde. Na thuaj pak, çfarë krijoi ajo terapi? E para do të them këtë që unë kisha nevojë për të takuar dikë dhe kur folëm së bashku, kur lame dhe fiksuam edhe takimet tona, për mua ishte shumë e rëndësishme që të mund të flisja me dikë dhe të më tregonte më shumë se sa kush unë isha, kush unë nuk isha. Kisha nevojë për të më thënë që ti duhet të mësosh të thuash jo, dhe ti duhet të mësosh të lëshosh gjërat të shkojnë, të rrjedhin. Dhe nga kjo, pastaj duke kaluar tek praktikat, që përveç këshillave tek praktikat që ti më dhe, ato për mua ishin si një muzikë
edhe ishte forma më e mirë për të qetësuar ndoshta, por ishte një lloj premtimi që unë të kisha bërë, edhe sa herë që doja të mos e bëja, sepse ndihesha e lodhur fizikisht, unë thosha jo, kam dhënë dikujt që po më beson, pa më njohur, fjalën që unë do ta bëj dhe do të jem precize. Kështu që pavarësisht që unë nuk isha fare në gjendje për t'i bërë, për të qenë, kështu vazhdoj 2-3 ditë me forcë, pastaj pas një javë ndoshta isha pak më e lodhur, por ndodhi që unë e kuptova sa herë që e bëja dhe sa më shpesh që e përsërisja, aq më mirë unë ndihesha më mbrapa dhe aq më gjatë shkëputesha nga ajo lloj gjendje stresi që unë isha, ajo përhumbja ime. Pra Dita dëgjova 2 gjëra dhe ti përshkruajtë shumë bukur 2 fazat e para që quajnë të ndryshimit. Ajo hapja e parë fillon me kush jam unë dhe kush unë nuk jam. Edhe ajo të jep besimin e parë që unë duhet të shkoj tek ajo vete që unë jam. Dhe dëgjova që praktika dhe dedikimi, prandaj dhe thash në fillim përmenda në fillim të bisedës dedikimin tënd, më ke inspiruar me dedikimin tënd edhe kur trupi ndoshta nuk ndihej që duhet ta bënte të themi një vallëzim, ti gjete mënyrat e tua, disa herë me vajzën, disa herë muzika është medicinë për shpirtin. Dhe filloi ai tensioni, kontrolli. Më kishe gjetur pikën e dobët, le të themi, Diana, sepse kur ti më the që do marrësh detyrën e kërcimit, thash wow. Wow, sepse mua më ka pëlqyer gjithmonë dhe më përpara kur kam qenë e qetë në relaksin tim, unë kërceja. Dhe kur ti ma kërkove këtë, thash wow. Këtë na tha vetë dia e lartë. Dhe ne jemi këtu ta dëgjojmë, sepse ajo di më mirë nga ne. Dhe pra fillova të ndjej një rrjedhshmëri në trupin, në energjinë, po dhe në mendjen tënde. Dhe çfarë përjetova më vonë dhe ti më ta ndash përjetimet, ti fillove jo vetëm të jesh më, të themi trupi ndihet më mirë, por fillove të kesh ato përjetime që ti i quan përjetime me dritën, i quan Dita. Fillove ti kesh më të shpeshta. I shoqëruar me faktin që jo vetëm kur takoheshim dhe filluam të punonim me subconsciencën tënde, sepse na duhet të dorësojmë edhe të japim timonin subconsciencës, lidhja jote e subconscienca jote me vetëdijen e lartë ka qenë shumë e shpejtë. Na fol pak për këtë. Për mua ishte eksperiencë unike, është pak ta them. Dhe nga të gjitha praktikat që ne kemi ndarë, faktikisht unë kam ngelur shumë e shokuar për mirë, e befasuar. Nga ajo eksperiencë, nga gjëra që unë i kisha ndier, por nuk dija të identifikoja, është fjala e duhur. Unë nuk dija fiks e kisha përjetuar situatën, emocionin, por nuk dija ta emëroja. Dhe kur ne i kemi bërë këto praktikat bashkë dhe jam ballafaquar me traumat e mia, në vend, siç ti më the që në vend që të mbaja mendjen tek takimi, tek rikthimi im tek trauma, të shërohesha, në të vërtet ajo ndodhi ngadalë. Unë fillova të ndjej me veten time në paqe. Sepse me eksperiencën që unë dava nga rrugtimi me ty, është ajo më kryesorja që kuptova është që nuk varet çdo gjë nga ne. Sigurisht që ne marrim vendime, sigurisht që ne kemi emocione, por rrugtimi ynë nuk është ai që ne mendojmë se mund ta kemi, sepse devijojmë në jetë,
ka shumë sfida, shumë të papritura që ne nuk jemi të përgatitur në rast se nuk e kemi njohur veten e brendshme për t'i përballuar siç duhet. Dhe në këtë rrugtim pastaj është ajo që ti the, takimi im me dritën. Është një dritë që unë e kisha që e vogël Diana. Le të themi një qyri i vogël i ndezur brenda meje gjithmonë. Dhe unë që kur isha shumë ndoshta që fëmijë, po themi 4-5 vjeç, 6, që kur mendja ime ka filluar të kuptoj edhe të mbaj mend, të reflektoj, në momentet e mia të vështira, sepse të gjithë kemi momente të vështira, të vegjël, adoleshent apo të mëdhenj qofshim, kur unë ndihesha e pakuptuar, kur unë ndihesha e pa dëgjuar, gjeja një vend që ishte i errët, në errësirë të plot dhe që ishte në qetësi të plot vetëm për të ndetur me veten time. Dhe në këtë, unë atëherë nuk e dija se çfarë është kjo, unë nuk e dija se çfarë po bëja, por ishte mënyra e vetme për të shkëputur nga gjithë akumulimi që unë kisha. Dhe në këtë momente, sot quhen mantra, melodi, muzikë, nuk e di. Unë vetëm qëndroja me veten time dhe bëja një tingullimin. Kjo pastaj ka ardhur tani kur i kthehem dhe rikujtoj në adoleshencë, pastaj kanë qenë më të forta këto përjetime. Por derisa unë takova Diana, derisa unë takova Reborn Albanian, unë nuk e dija se çfarë ishin këto. Nuk dija t'i përjetoja, nuk dija të merja mesazhin e duhur prej tyre dhe i kam ignoruar. Dhe nëse mund për audiencën, nëse mund t'i bëjmë një perifrazim të kuptuar tita, sepse atë përjetim që ti ndave janë jo vetëm me shumë vlerë, po janë ato që më quaj diamante që ne njerëzit tani duhet i kemi shumë herë më të qarta. Në radhë të parë për fëmijët tanë dhe për ne vetë. Pra dëgjova që e vogël, Dita ka qenë një fëmijë kur në momente të vështira, dhe unë e di, kemi biseduar bashk, momentet e tua të vështirë në jetë, në ato momente ti gjeje veten të shkoje në atë që quhet hapësirë, into the space of being. Dhe vazhdimisht do ndajmë se çfarë është vërtet ajo. Hapësirë që tani sistemi dhe shkenca e mindfulness, ndërgjegjshmërisë, po e shpjegon shumë mirë. Pra Dita je duke na thënë që fëmijët në mënyrë të natyrshme dhe natyrale din të shkojnë në atë prezencë, në atë hapësirë, ku ata fillojnë të gjejnë qetësi dhe mbrojtje, për të përballuar çfarë mund të marrin nga jashtë. Dhe dëgjova tingullin, që ke përdorur atë që quhet tingullin. Dhe e kam shumë të gjallë, shumë të freskët, edhe sot e përdor Keidi si fëmijë, e ka përdorur vazhdimisht. Unë e kisha vënë re si nën, edhe me këtë duhet të ftoj të gjithë ata që na dëgjojnë. Fëmijët kanë mekanizmat e tyre mbrojtës, dhe kur ata këndojnë, jo vetëm që për ata është një sinjal, dhe trupi merr sinjalin, çdo gjë është okay, dhe është një mekanizëm për të ulur çdo lloj tensioni, frike dhe çdo emocion negativ në atë moment. Dhe si të thuash një sistem paralajmërimi, që çdo gjë është okay për trupin, dhe nga ana tjetër është një sinjal i brendshëm, një rezonancë e brendshme
pra të çoj ty në paqe në atë moment, si fëmijë të çon ty në paqe, dhe nga ana tjetër është ajo rezonanca e brendshme që ne kemi si njerëz me tingullin, dhe që e gjithë eksperjenca jote, qoftë me reboardin ose çfarë po ndan tani, për mua ka qenë remembering, të rikujtosh gjithçka që dita, ajo shpirti vjetër, ajo dita e mençur, ajo dita që do kalonte në një rrugë plot sfida, të rikujtonte kapacitetin e saj, potencialin e saj, kush është në të vërtetë. Dita ka ndarë me mua gjithashtu dhe disa raste kur, nëse mund të vim tani në periudhën e mëvonshme, ndoshta kur ke qenë në Francë, ku jeton, kur ke ndarë, ke patur eksperienca të forta, të mrekullueshme. Dhe Më fal, Diana, kur them të forta, është në kuptimin që ti përfshihesh dhe je në realitetin tënd të plot, nuk po themi shokuese apo të frikshme apo nuk e di, sepse nuk dua që këtu t'i konfuzoj njerëzit. Të forta për ditën, për qartësinë që më kanë dhënë. Për shembull, unë do ta them një që e kam më të shtrenjtën dhe që e mbaj gjithmonë sa herë që nuk ndihem mirë. Dita në këtë vorbullën që isha në përballje me traumat e mia, në gjithçka çfarë unë po mësoja, ishte një, le të themi, dy fortuna shumë të mëdha që po ndesheshin me njëra tjetrën, dy realitete krejt të kundërta që shkonin dhe shtynin njëra tjetrën, dhe vetmja gjë që unë mund të bëja aty ishte të ndaloja, të stopoja edhe të dëgjoja. Në këtë momente, kur mendja ime ishte shumë konfuze dhe isha unë jam kjo apo duhet të jem kjo, sepse kjo pas kam qenë por nuk e kam parë, sepse emocionohem, Gjana, më falni. Unë dëgjoj zërin e Zotit. Unë ta them me gojën plot dhe praninë e tij. Prandaj unë e them dritë, sepse sa herë që vjen si dritë tek unë. Dhe më thot, ti do të vish me mua. Unë përveç se Zotit kam edhe dy angjëj, është Jezusi dhe Shenjta Mari. Me Shenjtën Mari kam pas eksperienca në adoleshencë fantastike dhe më përpara. Dhe më thot, ti tani do na ndjekësh neve. Dhe më shfaqet përpara një rrugë, makine shumë e bukur, e mbuluar me pemë jeshile, aq e bukur ishte. Imagjinoni një rrugë të sapo asfaltuar, të re, e cila ka pemë pafund, edhe ti nuk ngopesh dot, nuk arrin të shikosh fundin e rrugës, aq e bukur është. Dhe më thotë, shikon sa e bukur është kjo rruga. Është të gjë perfekte. Mbaj mend vetëm këtë. Ti do të ecësh në këtë rrugë për të arritur tek finishi. Por mos harro, pemët mund të jenë të bukura. Por ndoshta ndonjëra thyhet dhe rrëzohet. Ti nuk do mundesh ta kalosh. Do devijosh, do dalësh nga rruga, do biesh në ferra. Në gjëmba, nuk e di, ka humer. Pastaj do të jetë ndoshta një pemë tjetër zvaranike që do të ndihmoj që ti të kthehesh përsëri në rrugë. Ama rruga jote, drita jote është fundi. Edhe ti do të shkosh dhe do të ulesh shumë krenare për veten tënde atje në fund. Absolutisht e mrekullueshme, Tita. Edhe këto përjetime kanë qenë gjatë meditimit, gjatë momenteve të reflektimit, si mund të ndaj me audiencën. Pikërisht, unë duhet të bëja një rrugë shumë të gjatë, prandaj thash, unë isha hapur tashmë dhe kisha këtë konfuzitetin e ditës se si kisha vepruar deri tani dhe të kësaj tjetër që unë po shikoja tani. Dhe kjo erdhi, unë kam përdorur tapping, vazhdimisht,
dhe ne kemi folur bashkë, të kam bërë shumë herë pyetje që Diana pse nuk po funksionon tapping me mua, sepse nuk e ndjeja. E ndjeja kërcimin, e ndjeja shumë, e ndjeja meditimin. Mund të rria me orë të tëra në meditim dhe isha në relax. Dhe mrekullia ose magjia ishte për mua dhe tapping, pasi unë e ushtrova edhe pse nuk e ndjeja, vazhdoja të kisha besimin tek fjala jote, edhe të gjithë këshillat e tua i mbaja vërtet, pavarësisht nëse unë ndjeja, sepse dyshimet në këto periudha tek njerëzit janë shumë të mëdha, funksionon, nuk funksionon, undeza po u fik, drita, po ti po nuk e prek e drita, nuk do ndiset, shumë thjesht. Dhe unë vazhdova ta bëja tapping, pavarësisht të gjithës. Pas një kohë shumë të gjatë, 4-5 mujore që unë e vazhdoja, fillova të kem këto eksperiencat e fuqishme, sepse unë I kisha këto dritat edhe më përpara që ne jemi po të suportojmë, dëgjoje veten tënde. Fillimisht ishte kështu. Jepi vetes kohë dhe qëndro me veten. Do me thënë e gjitha, nëse mund ta themi nga fillimi tek fundi, është që fillimisht merr kohë të qëndrosh me veten. Është hapi I parë kryesor. Dhe siç ti e ke thënë, që në momentin që ti gjen një mentor, në momentin që ti gjen një njeri që ka mundësin të udhëheq, në rast se ti nuk rezonon, mos qëndro, ama në rast se ti rezonon, duhet ta dëgjosh. Në mënyrë absolute çdo këshill, nga e para tek e fundit. Dhe kjo është sepse ata e dinë çfarë të nevojitet ty. Ndoshta do të thonë gjëra të bësh që ti nuk ke fuqinë, nuk ke durimin, nuk ke vullnetin për t'i bërë, por qëllimi është pikërisht për të dhënë ndihmën që ti ke vajtur aty për ta kërkuar. Dhe prandaj them, tapping, meditimi, kërcimi, të gjitha këto së bashku më takuan me dritën me veten. Perfekt, edhe faleminderit që I kombinove I gërshetove I bukur, dita dhe përsëri për të dhënë një shpjegim më praktik. Çfarë ndodh dhe pse ka ndryshimi më shumë rezultat kur ndodh në atë forum. Ti përmende që ne fillimisht duhet të jemi në atë hapësirën, të meditojmë, të gjejmë kohë me vete, të reflektojmë. Siç e tham pak më parë, në atë hapësirë ne shmangim në atë moment, shmangim pjesët që na mbrojnë. Dhe pjesët që na mbrojnë, ndonjëherë nuk duan që ne të ndryshojmë, jo ndonjëherë për shumë herë. Dhe kur ti krijon një hapësirë nga ato, je pakës më e lirë nga ajo influencë, është momenti I parë. Dhe momenti I dytë është kur ti fillon e riprogramon Praktikat. E kupto, po. Por çfarë ndodh? Dua të kuptoj, të shpjegoj audiencës çfarë ndodh me ato praktika. Kur fillon bën tapping, kur fillon bën timeline therapy apo parts integration, ka terapi pafund, çdo terapi që ti punon me subconsciencën, ti fillon të çlirosh memorien. Këto pjesë që unë I quajta mekanizmat mbrojtës, por kanë dhe emra të tjerë, që në momentin e meditimit I largon, por ato janë gjithmonë aty. Nuk është që largohen. Prandaj ka dalë dhe është tani më e rëndësishme se kur të kuptojmë rëndësinë e punës së thellë. Puna e thellë është që ne do shkojmë tek traumat tona, tek memorje, sepse mendimet, emocionet, ndjesitë fizike të përjetuara në momentin e traumës, vite më parë, kanë lënë një gjurmë në trupin tënd dhe në ADN-n tënde. Dhe në subconsciencën tënde. Dhe kur fillojmë të heqim atë gjurmë pak nga pak, ato kanë më pak influencë tek ty. Ka dhe praktika të tjera ku bazohet dëmshuria, prandaj dëmshuria, por jo dëmshuria thjesht në kuptimin jam e dëmshur, por të adresosh traumën me dëmshuri dhe fillon të ndihesh, fillon të hapet
gjërat, gradualisht. Janë disa gjëra atëre që ndodhen në atë eksperiencë. Kërcimi terapeutik, kërcimi fillon çliron energjinë, fillon trupi, mendja, shpirti, energjia, materia. Dhe në fund fillojnë shfaqje në botën e jashtme fizike, që është materia, realiteti yt fizik. Dita, unë kam bjerë që një nga motivimet dhe ajo më ka inspiruar shumë tek ty. Ti e bën këtë punë në radhë të parë për veten dhe në radhë të për vajzat e tua. Fjala e parë që më ke thënë kur jemi takuar bashkë, më ke thënë, Diana, dua të jemi nën e mirë. Diana, më trego, më orienton si mund të kenë vajzat, të jem një model për vajzat e mia. Të mos ju mbas ato kohë. Dhe ne nuk ju mbasim fëmijët, janë gjithmonë fizikisht, por në kuptimin metaforik e kishe fjalën, ato të më shohin mua si një modeli më i mirë, pozitiv i mundshëm. Çfarë mund të na thuash, si ka ndryshuar dhe çfarë besimi dhe çfarë modeli ke filluar ti të krijosh te vajzat dhe tani të na e transmetosh edhe nëpërmjet Reborn Innocence? Dua të ndaj me audiencën që ditëndarën mrekullueshme është ajo që menaxhon vullnetarisht faqen që unë krijova ditën e ditëlindjes, Reborn Innocence, dedikuar fëmijëve, dhe dita bashkë me një vajzë tjetër tani të mrekullueshme, kanë qenë ato që kanë dhënë kohë, energji, mençuri në orë të tëra për ta ndarë me ju. Çfarë mund të na thuash më shumë, Dita? Është vërtet, Jana, që ajo që mua më dhimbte në atë moment më shumë është që unë nuk isha prezente me vajzat e mia siç unë e dëshiroja, por siç ato mbi të gjitha meritonin, dhe ndjeja që po merrja shumë energji negative rreth meje dhe po i fusja dhe ato pak në këtë gjendjen time dhe nuk doja kurse si. Kjo nuk është vetëm për t'i mbrojtur, por unë jam gjithmonë me mendimin që ne nëse buzëqeshim, sido që t'jetë brenda nesh, ne do përcjellim pozitivitet, dhe unë nuk doja që vajzat e mia të mos më shikonin duke buzëqeshur. Dhe në shumë raste unë ndjeja që gjithë ngarkesën time, dashur pa dashur, e shprehja tek ato, dhe kjo ishte shumë e dhimbshme për mua. Akoma dhe më e dhimbshme ndoshta se gjithë sfidat e tjera. Dhe në këto momente, siç e tham edhe bashkë, unë fillova vajzat i merrja në kërcim, bënim meditimin së bashku. Kam dar videot e mia me vajza që bëjnë meditimin dhe tani unë e them me bindjen më të plot. Vajza ime e madhe, që është 5 vjeçe tani, që nga dita e parë që më ka parë mua duke bërë meditim, ajo për ditë sa herë që ndjen vetë, thotë mami prit, më lër 5 minuta të qetësohem, merr pozicion dhe fillon merr frymë. Dhe ka 2 muaj që thot shprehimisht, unë dua të jem e lirë, unë dua të jem e qetë dhe të jem e mirë për të gjithë botën. E thot vetë, nuk ja ka mësuar njeri. Fëmijët e ri. Fëmijët e ri. Dhe çfarë është tjetër surprizë për mua është që në këtë eksperiencë, kur unë dëgjoj videot në Lighthouse për shembull, vajza është me mua dhe imagjinoni çfarë inteligjencë unë po e transmetoj që tani asaj. Ndoshta ajo nuk i kupton, por si kemi thënë ne që ajo punon me trurin e gjitha. Dhe ajo e di tani, unë ja kam shpjeguar, e di që jam tek Reborni, bëjmë jogat së bashku, kur më shikon që jam duke punuar për ushtrimet e jogas, ajo fillon dhe i demonstron. Do me thënë më ndjekin. Dhe kur unë bashkëpunoj me vajzat e mia, pa ja u kërkuar atyre, kjo është jeta pastaj. Kjo është që ne nuk jemi mirë për ditë, nuk jemi keq për ditë, por ky është bashkëveprimi dhe ky është ndërveprimi që ne bëjmë. Dhe unë ndjej sa herë që unë jam mirë, unë ndjej që dhe ato janë mirë. Wow, dhe nuk është krenaria dhe kënaqësia më e madhe një prindi të përjetoj zhvillimin bashkë me fëmijët,
dhe të ketë besimin që fëmia që tani po merr fuqinë, qartësinë dhe drejtimin e duhur. Merr njohuri të pastra, takohet me veten që tani dhe ka vetë besimin të qëndroj tek vetja vet. Unë jam shumë fanatike për ta mësuar për të qenë vetja e lirshme. Asgjë më tjetër. Mua nuk më intereson fare nëse fëmia im do t'i pëlqej dikujt apo jo. Me rëndësi është t'i pëlqej vetes, të ndihet mirë në lëkurën, në mendjen, trupin, shpirtin e vet. Liria dhe paqja. Dy temat që na sjellin, dy mësime që na sjellin manifestuesit për të gjithë njerëzimin. Dhe jam e sigurt që audienca jo vetëm mori disa nga ato që unë quaj shpëndija brillante, inspirim nga një nënë e shkëlqyer, nga një nënë që ka kaluar një rrugë që nuk ka qenë bulevard, nuk është akoma bulevard, por ajo është duke e shtruar rrugën e saj, në mënyrën e saj, me besim të plot, që kjo është rruga e saj, dhe nuk ka nevojë të jetë si ati tjetrit. Dhe përjeton këtë bashkë me vajzat, me dy ëngjëjt e tu, që në mrekullojnë dhe ne të tjerët, ditë vera kur i shohim, na ndaj pakës më shumë. I dua shumë dhe jam e sigurt që gjithë që i shohin mrekullohen dhe inspirohen nga ajo që ti bën. Ne jemi 3 karaktere të ndryshme. Aha. Kemi të voglën që është projektuesja, po. Është gjithmonë energjike. Çdo situatë do ta kthej në të qeshur, në humor. Është, nuk e di, është shpirti i shtëpisë. Pastaj kam Etidën të dhëmshur. Është e dhëmshur, gjeneratore manifestuese. Ka dhëmshuri të jashtëzakonshme, kujdes të jashtëzakonshëm për këdo. Dhe pastaj është mami. Manifestuesja e mbyllni. Mami manifestuesja që mami merr nismën. Mrekulli, edhe është do jetë një lehtësi shumë e madhe për ditën të kuptoj natyrën dhe po kupton natyrën e tyre, si ato operojnë në jetë, me unikalitetin e tyre, me nevojat e tyre unike, që mund të jenë shumë të ndryshme njëra nga tjetra. Dhe mua është pikërisht. Jo, unë as edhe njëherë nuk kam as dashur dhe as të shty të jenë njësoj. Absolutisht që jo. Mua më mrekullon që janë kaq të kundërta me njëra tjetrën dhe ka një marrëdhënie kaq fantastike me njëra tjetrën. Kjo është, ne mësojmë nga njëra tjetra. Gjëja më e rëndësishme është që ne të treja mësojmë dhe madje unë mësoj më shumë nga të dyja. Absolutisht. Dita, nëse do kishe 3 gjëra, 3 shkëndija brillante për audiencën tonë, çfarë do ishin ato? Janë shumë të thjeshta dhe shumë të qarta. E para është që dëgjoje veten. E dyta është që mëso t'i lësh gjërat të shkojnë. Dhe edhe pse për ne në kulturën tonë, në modelet tona është shumë e vështirë, por për mua ka qenë shumë e rëndësishme të mësoj të them jo. Ka qenë shumë, më besoni, shumë e vështirë, por është, nuk e di, është kaq e vështirë ndoshta kur ti e thua jo duket e thjeshtë, por të thuash jo dhe të stoposh gjërat, unë këtë them. More lirin tënde në dorë, more respektin për veten, autoritetin, feminitetin dhe vitalitetin tënd. Mbrapsh. Ditë mbara, të falenderoj shumë për kohën, për maturinë, për sinqeritetin, për kontributin që jep në Reborn Innocence dhe jo vetëm. Faleminderit. Të falenderoj
Unë ju falenderoj me shpirt ty edhe Kedit dhe jam kaq e lumtur që ju kam takuar dhe kam mundur të jem pikërisht ajo që unë jam me ju. Ka Pa u qenë sforcuar të nxjerr më të mirën time apo perfekten time, por të jem vetja. Unë jam kaq e lumtur dhe falenderuese. ka qenë një privilegj dhe me si pres të shoh kontributin tënd të vazhdueshëm, impaktin për të cilët manifestuesit janë krijuar. Dhe jam e sigurt si një gazetare, si një vizionere, si një artiste dhe grua dhe nën model, jam e sigurt që do jetë shumë inspirues. Miropafshim dhe faleminderit. Mirupafshim, faleminderit ty.